Bashkia e Beratit është e para njësi vendore në vend e cila zbaton nismën për ngritjen dhe vënien në funksion të strukturave komunitare, struktura të cilat rinisin edhe shkallën e demokracisë vendore. Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, mbështetur edhe nga Lëvizja Albania, ka organizuar ditën e sotëm një takim konsultues me shoqërinë civile ku është prezantuar rregulloria e cila do t'i japë jetë vetëqeverisjes komunitare. Bashkia e Beratit është e para njësi vendore në vend që zbaton nismën për përgatitjen dhe vënien në funksion të strukturave komunitare, struktura të cilat rinisën shkallën e demokracisë vendore. Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, mbështetur nga Lëvizja Albania, ka organizuar ditën e sotme takim konsultues me shoqërinë civile, ku është prezantuar rregulloria e cila do t'i japë jetë vetëqeverisjes komunitare. Gjatë takimit janë identifikuar zona të ndryshme pilot në qytet që kanë potencialin për ngritjen e modeleve të këtyre strukturave që do të zbatohen në lagje të tjera të qytetit. Bashkia e Beratit është tashmë në procesin e përgatitjes së rregullores dhe më pas do të kalojë për miratim në Këshillin Bashkiak. Projekti synon rritjen e transparencës në vendimarrje, përfshirjen e qytetarëve në vendime të rëndësishme që merren për komunitetin dhe hartimin e rregullores e bën atë të zbatueshme në praktik për Bashkinë e Beratit, siç ka bërë me dije Valbona Kuko, drejtore ekzekutive e Lëvizjes Albania. Projekti financohet nga Lëvizja Albania dhe synon pikërisht këtë, rritjen e transparencës në vendimarrje, përfshirjen e qytetarëve në vendime të rëndësishme që merren për qytetarin dhe për komunitetin, dhe rregulloria e hartuar me mbështetjen tonë nga instituti, por me një mbështetje shumë të madhe nga Bashkia e Beratit, pasi ndryshe nuk do të funksiononte. Patëm një diskutim shumë konstruktiv me përfaqësues të shoqërisë civile por edhe të komunitetit. Bashkia e Beratit do të vazhdojë punën me strukturat pilote në 3 lagjet më të mëdha të bashkisë së qytetit, ku do të krijohen strukturat e para komunitare për të vazhduar më pas me lagjet e tjera, ka bërë me dije nënkryetaria e Bashkisë së Beratit, Teuta Moçoglava. Ajo që unë dua të theksoj dhe të informoj publikun është që nuk do të mbetemi në kuadrin e hartimit të rregullave, të lojës, të ngritjes së këtyre strukturave, por do të vazhdojmë ngritjen duke bërë struktura pilote në të 3 lagjet e Bashkisë Berat, pra do kemi një strukturë pilote në çdo lagje.